Princesa e vend, sallë e re, moderne dhe mahnitse. Dritat, dekori, eleganca, me vetëm një prekje, kulmi hapet, duke kthyer sallën në një festë nën yje. Kjo nuk është thjesht një dasmë, është përvoja Princesa e vend. Ka pas ditë trona e ditë kësia. Po falë Zotit ka pas edhe ditë mira. Mamak, ma mërmenja se kënë rru qëndrim për mu pe i herës kalume. Sigurisht. Kisha pas nevojë edhe për disa informacione shtesë për ty. Kanë thonë të mirën mos e përmend. Bane e gjuje ndeti. Na tonë ta kemi ditë. Edhe pse bëll shumë e fjala e keqe o shkej për ty në për popull. Badi hava aki se nuk mund është me në pengu e me në mshej lutë. Se burët e fort falin. I pëlqej as i pëlqej ratkut. E dinaj për shka pa vlas. Ditën e mirë. Merë krejt veç, a bën një sërat mës me marë. E komizat unionin e ka pagu me pare. Tirat merë krejt. Që, mërë nuk jam ka të veti me pora pa pora. Do dhe zgote. Nga dhe Shamir, as nuk një, as nuk një. Unë e punë, kam këto. E ka pas morë një punëtorë. Po s'më bjen men që ka pas emnin. Halilja? Po bashkaj Halilje. A thua din që për ta. Ja, ma e nuk di kur gjë për ta. Si shduket e kanë kuptu që do t'i sulmojnë, edhe nuk përrin as një herë të njëjtin lokacion. Atëherë pra, po e angazhojmë njësit ma elite të xhandarmerisë tonë. Le t'i vëzhgojnë vazhdimsi lëvizjet e tyne, e t'ju vendosin prita ku nuk e presin ata. Vafajk. Permani fije si pret. Qka hova të obra si Gjaver? Nuk është pun për ty. Ama prunë si vejten. Po. Lume, më tha hyja, thuj lume më së banëshëm. Këta e para se më këthuj Hamiti. Po qonë në pra me njëherë. A peshe një qika, po dalin fjallë të mija. Dada yllë për një me, po ma dënë të miren. Ma vnej thikën fyt, e mi mur krejt qa po ta. Mjeshtër, po ma vërmenet se qëllimi është të helzatimi ati burit. Kujt është ka hem punë më rejbë zatem? Nuk komej me dita sën. Dikujt po. Një me, ka erdha udhës, e po Shamitin të orë. I thash puna e morë, le që nuk u përgjigj, po më një i kisi me paskon në hasë me hu. Si që është puna ti. Hamitit më si avë bëshën partë. Kanë herë është ai hon. I ka të lashet e veta me syri. Po puna e ti si retit, është kam bërë edhe mu me menue. E din të një thonjës shqiptarve. Ata për shpionin thojnë. Aja është si cumu i druve. Fillim, shërben mi shkurtu krejt drun ta. E në fund, e djegon edhe ata. O, komander, sa ke punu vesh me mu? Se në t'jën kontu shkun të resi. Pej që i ke afru të smona dhe tjerë, puna ka nis me mort e përsën. A ek? Halil, e dim që je këtu, edhe e dim që të kanë mashtru, dërzo se ta falem jetën. Po presëm veç më një krisman. Masanej
Ju e dini që do të me bo me Halilin. Kapetan nuk ish mrena, na pas ka jetu. E zbesoj që e largë se paltën edhe buk e kish aty. Muj, hajde hallakotu më rreth e rreth pëdrumit se cilën vene, se cilën thjerë. Shu e pushken edhe hajde afro katal të unë. Na mundu më merë vesh bashkë. Po ju lutë na pe tokën qilë, familjen më s'mi prekni. Ata nuk kanë faj për punë që i kumbone. O bre, ku po më shënë gjënaj, pus. S'kena që me i po zënel. U duf më të mi menuaj këto sene. Ani kush e ka vrasë Stokolin, pro? Stokolin e ka vro! Halil! Halil! Kush e ka vrasë Stokolin, Halil? Pëll ka të zakush. Halil! Selam edhe njerë, Boshko. Kysh ndodhe në gjarja? Syrna, gospodin. Në momentin kur Halili deshte me kallëzu për bashkëpunëtorë të tjerë, njeriu ju ne goditi për vdekje. Kështu që nuk arriti me na dekonspiru. Nuk e di apo e kupton që të goditën jeni jo. Do me thonë, jemi ne, jo ata. Nuk e kisha besu që mundet pe ati pozicionit me vroj ka qaku njërin të unë. Do e ta pranojmë, shqiptarët janë shejtarë shumë të mirë. Kjo që po e thu, ma forcon bindjen që juve ju ka hi frika në palcë. Nuk po e di ka gjithë kjo frikë. Po edhe ata janë njerëz, nuk janë njerëz toksor. Edhe ata i ka plumi. Ama jo plumi i frikacakve si qeni ju dë. Ishim të folë vetëm për bashkën, komander. Nuk i as tema trim si kë. Keni dështu bashk në operacionin që e keni pregadit edhe udhëheqjo. Ama të utëm, gospodin, në teren ka qenë vetëm bashka, a jenë banë përgjithësin. Anash justifikimet boban. Anash. Qka keni bo? E keni vrani bashkëpunëtor tonin që ka punu me neve. Ata e kanë vra njerin ton. Kush ka fitut? Kush? Që ju kalzojone kush ka fitu? Ka fitua e Ramiz banditi. E prandaj na do të me pregadit plane për aksione të reja. Lozen, Halilin e vron dëstat e ti ata që ka punu me ta. E vron për t'jam shilë gujnë për të mramen herë.
E pra, ky është një mësim i mirë për krejt ata që e shesin vete për pak pare. Shkun vëlloj një për një. Amo edhe pse na ka bo dame, na ka bon këgja keq mu ka dhin të Lili. U dëke që i ka ra pishmon, kajt ka laj ka pos mi vra Mehmetin. Besa dhe neve nuk ka dhimë. Të kish mujve veç ata me në kalzu. Bëllë më nu, amo i dul shpirti pa mujt me full. E një të evrej që pesi e kina vra zhivkën diçka, ti i qymeti i ka hupulla në bërë. Jenë bo si qurat mjegull. Që po thuni mi sulmu bashtash se presin hiq. Po shok, na përsa të unë jemi në malë, me luftu për shlirimin e trojeve të una. Nuk kemi udhë tjetër. A thumëre, kështë është taj që ka shkrej plëmë së kolin tonë. Po ndo këtë me dalë krejt afer, aty ku as menja nuk në ka shku. Aman Mehmet lejat punë. Po tut në pja sheshirin ma shumë që po mënu është me gjitë. E të kofë se nuk mënu na onë me i gru, kush dhe më mënu. Gjaku nuk bëhat uj. Shpirti na dhem njësoj o burë. Amo edhe ti na duesh neve i gjallë. Po tham, nashta i shkon ma mirë, ma shumë u interesu me gjithë djallin tjetër. Ma si veç të kanë thonë që është gjallë dikon. Po, bre gru, ka mu interesu edhe për ta. Veç, së kolin e gjakun e ti nuk e harroj kur. Duhet me gjithë darasinën. E ke thonë që Ramizi e ka vra që të nikun e madhë. Po, besa, e ka vra. Ani, po thu nuk unë zirë gjaku së kolit a? Edhe aj farë hapia u vrau tash. Gëgru. Aj që të niku konë vesh shtisi. E ky Halili ja ka një mu. Ama one, kur nuk bo në rahat pa ja dhon plumin dërasit në lull të balit. Rob, apo të kujtoj që ke pas lav një fap po trumit vjetër. Po? Patem kalzu ato grote mallës tjetër. Bashkë që aty i shkon të më shef aja Hafija, që ka punu me Heqimet. Për një meo. A mund është me dite gruja kujt ka kalzu? Vallohi jo. Ato krejt grote asoj mahallës që janë konë aty. Po ishin lav. Thëshin, bile njona për ty në thike, janë të orë dhe njerëz pangjofshëm e po sillen aty rreth podrumit. Pse që ka o bon? Jo, veç po ta qef me dit. Aha. Zotin arrujt. A zama keq. Vallohi shqiptari me shpionu shqiptarin. Ballmarrë e modhe. E po, morja nuk e ka myt njëri në Europë. Ama, kur gjo nuk është morja, qka është domi që bëni Hafije. Edhe kur tek shësh për qka, e bënë atë farpune, ose për inati dikujt, ose për do pore të fleqta. Zot runa. I sholla fajiku ju nuk përna mashtruhet. Se ngoj tukët është. Besoj që nuk e ka harru mësimin për mije. Po të ma gjitha bezirë, po që zhi o burë.
Mirë, Sadri. Vend si me të follu një parë, ma grabit e ti. Hiç nuk ka gojle. Hiç ka gojle kur ku ne flet për para. Po, ku një që do informatat mire o kështë që kaçakve. Po i ma mur menja që ju hinë punë. Edhe po menej se për këtë vend, se cili duhet me punu ata që din, edhe menën se jo mas miri. Veç i sholla se merr vesh hysmeti, se kam fëmijë, kam familje. Marë beqir, këto punë nuk janë pa rrezik. Po, di edhe këto që bashkë gjithë kur s'munët e mi bo. Nga beqir, unë nuk jam për aty në të lalve që flasë poshtë e përpjet. Të di që peshin më patën një mund me zbardë punën e djallit se i disë, unë të moj për burë të mirë. Faleminderit, Sadri. Kur nuk o më nalë të punu punë të mira për këtë vend. Jem të shku në hanë me morë dhe harqë, e bashkë mu bo qefi që zatet të mbashkë e në rrumë dhe lafe. Edhe mu mu bo qefi. E besoj që i shala zatet të më dhe ma shpesh, e paskëm shka me bon lafë. Nashta edhe me bonaj punë të mirë bashkë. Faleminderit, Sadri. Me nirë kësh. Ahmet, që ki që bëri me nusham? I kam të lashet të mijone. Kom kujtu, gëzimin e të lashen i kena bashk. Nuk janë këto punë për ty. Po fol mër bur. Helbet na mos po mojt një majt diqka. Edhe me dasht nuk mundesh më një mu kur gjë. Gjyse në orës vadës po më dët mjallon Gjaferit për bërgjë. Psa ki bërgja? Besa nuk e kum ditë që kam këtë shumë. Ama Gjaferi ma qitë nërmen. Allah kom kujtu që e i zoti, e ki punë ma mirë. Aja kusherina jam pat livdu bukur sham. Për që ta unë e kum pritu me bo la punën e burqit me ty. Lafet e bura nuk janë për gro. Këtu nuk janë lafet bura. Ta kanë edhe mu me ditë që e në zarë për bërgjë. Mëre puna është që paret ja ktheva, pa i po dë edhe fajde. Nga pra, po du me të shliru për këti ngushllakut kismet. E qësh da më shliruaj fisnike? I kam do lira, e di që bojnë këgja shumë pare. Besoj me to, e lanë borgjën, e pështon token. E pra rish lirë e musë ka sa veto për këtë punë. Veç munesh me më thë faliminars. Për i të gru he bërnesh. Të rrit nera për lira. Burqin tem e loj vetë. Këqëre njëherë, edhe fukarohet në menën të avën. Fajke, a nuk po jetë e honi? Që tash përshkoj në vite, do rama i e ka stupi u dhe. Apo jo në punë tua, apo Gjaferit? Unë edhe basi Gjaferi jemi një në vit. Bila i më thët gjyna që nuk i jemi. Qa që fërë që më dënë? Një me anive që i këshim vero ka qak një fa shpion në shqiptar. Fajke, apo shetë që ka po janë kaçak. Ata po vrasin, edhe po janë gjesin bishtin. Po jagi, po është shpionaj. A i shkreti s'poshtë, hiq. Mare qysh po thun, a i kish pas punu për e gjymet. Fajke, por dërgjavën po do të me punu krejt. Ti, unë e Gjaferi. Kush por dojnë tu po do të me punu? Ja, valla, unë e në vic nuk kam përzi kur gjo. Asa nej, as kënej. Fajke, ti po din ma mirë. Ama, deshta me kalzu diçka, po nuk e di sa po muj me të besu. Fash lirë në vitë se nuk qes, ja. Boga mi nuk po besoj hiq. Pasha kryte pasi Gjafer nuk fuli. Se pasi Gjafer ka thonë, burri lidhet për fjole, e mzoti për brina. Tash po pëlqe mu. Ama slushaj. Po më thot dikush që
Mehmeti po fol keq për ty. Për mu? Pse more për mu? Bogami, ai qysh po thot, po mje keq për Ramës. Se për Fajkin, moti ja kisha dhoni plom. Ama nuk po dit kur po vje dakik. Qështë të po s'ka thoma? Pasha zute, ajo është këgja i mërzim. Po dashka me apos kësa vet. A ty ti ka thonë këtu fjolla? Fajke, unë e po ndi. Ama mos gabomi ka zukujna, se dhe unë e po qes fjoll që akom di për ty. Valla mëre në vic, për mu nuk ki qa me kalzu kur gjon. Nuk del kush që më bë me gisht. Monet, Fajke, monet. Unë e po një që kishe pa dalë prit një farë kaçak. Edhe kishe pa plagos. Që është të kumë, valla. A më kumë kujtu që nuk e di kërkosh vre? Pa dhe muj? A kona i haber? Ke lojmë si ma herët. Alzoj që po vjen një delegat pej Komitetit Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës. Ashtu, a? Ma në fund një haber i mirë. Të shumë që ka përna thatë. Muj, mi morë shuk të me shku me prit delegatin. Edhe diçka, kapetan. Kena mrim një armatos krejt ata vullnetar që e në lajmëru me u bashkun luftën tonë. Lufta jonë po merr jehon për ditë ma shumë, në për krejt Kosovë në denë Shqipni. Po këtë tëk e kima manet me mbrojt me gjako muj. Edhe një burë për jasaj anës të malit ka ardhë qetena. Ti e din që ka bën muj. Vesh kujdes. I kish pas fatin e ketë si kur temin, kapetan. Ja këshin vra shkit krejt familjen. Shmet vetën. Tash e mas ta jetën tem ka me ja kushtu veç luftës kundër shkaut. Mirë pas ke po që ke morë muj. Se edhe ashtu neve na duhen halo ma shumë njerës. Se ratëku nuk e lem pa nasër mu. Hajde, baban. Burgi, në ke qu fjallë, erdha. Sa për juve, as era e kraljevinës tënë nuk i kishor t'i veni. E pse po thua është? He, a i në të ditë mëre që ato ndodhën këtë ven ajo. Apo i knishti vesh në lesh, e edhe syt ju kanë bo mjekull. Nuk jemi të nejtë, ja. Për kondrazi, po përgadisim planet treja. O, planet e juve. Jenë bo si kur atë lojna dhe thmive. E, zhevko po. Ajo konë edhe trem, edhe strateg. A më këthirë deri këto me më të regu sa trem më konë zhevka? O të këmë thirë me të kalzu se një njëri i Komitetit Kombëtar për mbrojtjet Kosovës, po sillet knena si kur mbashet bobs. Pa qka mënet një njeri me ba vetë? Bobreci, a mënet me shty kodrën? Nuk mënet. He, pleshti është edhe ma i vëgel se bobreci, po ta nxjerr gjumin të natë nuk le me flajt. Për cilja ratë këtë këtu që ti thash se te aj, halo e kom një pikë shpresë. Ahmet, unë të ti kemë të ordë, thash deli që ka bone me Gjaferin. Ti të unë drejt të Gjaferi. Amonit kuft veç fjallë mos bën. Jo mëre nuk oran fjallëve, po do mja dha tukën. Ahmet, shërbe falën njerë me Gjaferin, mos po mëne mja lidh kryt
pak ma nyshe këso farpune, se bashkë mja dhonë tokën e bukës, mu nuk po mdo këtë fartë udhës. Jo, do mja dhonë ato lëdinat në kodër atje. I kom ngull hojt e a kom da pjesën e tina. Edhe bashkë mirë u bon se tash pidi sakt se kush është Gjaferi. Anjani veç nashta... Rom, dash me orë me mu dhe që aty hajde. Co në eca. Anjani shkëti se unë i kom do pun tjera me kryamet. Që besa po më dhimesh vramet. Në kofë se Gjaferja ka vnu synin tokës nërvot, kejt ledinën bashkë me livodhe me edhon, tybe nuk kom e ti morë. Ajkun, po mendoj ka ardhur koha që na me punu ma shumë për lirinë e këtij vendi. Çka mujna me bo visna dyja, dy femna. Unë po menoj se që ke punë është punë e burra. Edhe na muj me shku në për shtëpia, me fol me qika, me gra. Një ka lëzu që edhe na muj me nimu luftën, të i përkra vllaznit tonë që janë në mal, e që po luftojmë për lirin tonë. Koft me buk, çarape, xhampera, çka do koft. Besa, edhe aty ku muj me ku guxojmë, mi mësu edhe shkronjat shqipe, gjuhës tonë. Kur populli është i bashkum, fitoria është ma afër. Dalin motra jam, që shpojden të fjallë, ku i mësove. Jeta mi ka mësu ajkun. Jeta është mësuesi ma i mirë. Vidi, Amite. Amite, edhe për para po e gjan, ama piqe po martën, edhe ma gjan. Ka po shko kështu? Qëre mare ti pun tua, ka të në tamen jam, e që që shdu. Te Gjaferi jam të shku, po ti? Bogami, dola me ec pak Amite, po mërzit veshmena. Ama qatje, po zatit i qatë majstorin, Isuf, po më bën shumë nervos. Mi është të rizurit është taj. Bile hitësë të ma mush menen. Bogami edhe u po pajtoj me ty. Aj ma shumë po koll lafe se pun. Se a tha diçka për mua? Jo esh për ty Amite, pa i po flet për cëllo katun. Po ma mirë po shkot ditë të Gjaferi se po vanam. Jo loj, mas janise me full, ka lëzët që ka thonë dhe në fund. Amite, nuk po flas kur gjë. Ti masa ne po thu novica, po mire me që ata lafin. Fol novic shlirë, se nuk i kalzoj për ty që i ke full. Bogami, majster po thot, qysh Hamiti po martan pleshni. Shihe, edhe që aty pas ka dollëren me fula, tjetër që ka tha? Hamiti, ma mirë nuk po kalzon ma shumë kur gjë. Ama unë po boj që ato qudia. Qysh po leni që atë majsterin, me nejtë halon ka të njëj. Mara tu jën pun tuna, po kalzët që tha tjetër? Majster po thot, me siguri i karon me në Amit mu martu, mas i pështej pej Mehmet. Edhe di shka tjetër. Po thot, qysh po vje more, Amit i po merë që atë gruja shumë e reja. Ajo po mundet me konë qika e ti. E vallohi, ka hi lakna vëzita shi sufi. E bogami Amite, edhe mu po vje kesh, ama qashtu po fojla i majstori. Dita mira. Shka kjo fajk? Jo, më nuk kam kur gjo. Fol mëre. Mu nuk mundesh me mrejt. Fal qka ki? Pasi Gjafer, unë ty gjithmonë të kam besu shumë. Atash nuk jetu më besu mua, qka? Jo, të besej. Ama mu ka kujtu diqka edhe kom njës këgja shumë më tut. Qka është to?
Niva që ai Ramizi, po i vron krejt ata që ka përzi dorëzat ka pak. Pse ti ke përzi me i sena? I po të dohë një herë në prit një farkaqokut. Po më të di. Pa pun qikës me meti të kumë që. O krybe fa i kom shelë të shaj pun. Besa, nuk e di jam shela ja. Veç i sholla, nuk e din edhe në kusht tjetër, pas teje edhe meje. Jo, besa fek. Ty i blevnis ti që më kalzove. Sën për vejtjas, nuk e pas ma di që i ke dole. Qysh mëre nuk di. Bide ti veç sa the. Atë kujtuhet, ti vetëm ke pas tonë. Shumë mëre, pjek ma i kofe që ty. Ai nuk di gjonë për këto punë. Os ti, gabon me bo laf me najkon, se nuk bje mirë. Qoqu hajtë. Qështu vëlla mëre Sadri? Të kohë të funit po mërzit nga ka qafart. Mehmet, nuk bën ashtu. Duhet me pos besim të fort, se gjakun nuk hupet kur. Ja peshe, ma sa kohë u gjetë dërasi i djallit se i dis. Po. Ama unë kom pas kujtu që ka gja shpejt kom me gjetë dërasin e djallit tem. U ba kohë ka gja e kohët. Këto kohët e funit, Sokoli ka gja shpesh po m'vjen nanar. A i diçka po do me më thonë. Mehmet, ti e din që mas vrasës djallit ton është edhe Hyqimeti. Këto e din. Bilim fort mirë e din që Hyqimeti gjithmonë mundohet me mshef fërkante e veta. Po dhe një dije, sot ke mujt me koni vram edhe ti. Halili kish pasi i këdur dakikin e mram. Besa, Halili s'kish pas dur as në vrasën e djallit ton të Sokolit. Nuk e di më rëpur që shpo bëhet kjo punë. A jëm të janë zonën e ullën Hyqimetit, a Hyqimeti po më nëzan ullën mu, se ko gja shpesh po zatetëm mes veti. Fajet i ki vetë, se ki që lutë shumë një fort, e pa thyshëm. E Hyqimeti s'po mund me t'jek qafës, pesa dhe ti s'pershën në ullën heqë. Po a di shka, që pro Mehmet shkujmë që t'je ku a patu mlaf, se po vika i delegati pe komitetit. Po la Sadri po shkujmë. Pase në kanë që fjallë po shkujmë. Se ves pushka pa laps e men të holla, është pak që pisa. Që shkujmë që? Osmane, shtaj i manavë. Sot kom marrë me punë, komandir. Me punë pra. Për që ta je po venik, me punu për kralin ton edhe për mu. Valla bashkë për që punë kom marrë. E ku bon jetë tu me dërzu mandatin. Me dërzu mandatin, apo bon hejgore e ki për një me, ose jo bashkë për një me. Se qka ka ndodhë? Ti nuk e lonë guri pa livrit prej veni, deri edhe te komanda e nalt ke intervenu vesh me u bo po venik. E tash, pse po donë me dorëzu mandatin? Veç që jam plak dhe jam blak, gospodin, e s'ta muj me kryo mu punën që shduhet. Nuk është arsye kjo, Osman. Mos t'ka kërcnu dikush. Jo, Laratko, po menoj që është ma mirë me zjetë dikon matri që mundet me nga aty ku është nevoja. Se zotin arruj, po kush kuzon me mu s'muet, ma zalla, ja. Boga me ke hin loj, Osman. Kërkush nuk t'ka shti me zër. Tash duhet me lujt deri në fund. Edhe ashtu, nuk kemi kona
me ngu qefe tua e me umor me ty. Ama gospodin, Osman, detyra jote është me gjetë kush ju kallëzoi kaçakve për klanin e Zhevgos. Jo veç që dështoj, po ati i kushtoj edhe me jetë. komandir, po të lutë na ma hes këtë barë. Epja dikuj që është ma i ri, se unë nuk muj mu me krynë këtë punë. Mund është, Osman. Mund është edhe fort bile. Ose kryje punën që duhet, ose të pret venit e Halili. Jo prej dorës të Ramizit, po prej meje. O Mehmet! O ja! Yusuf, na kem të dali Yusuf, po hajde shkojmë nod. Jo Mehmet. Njeva që po vekin një delegat prej komitetit, erdha me të bo zoha dhe tyre me shku bashkë. Po mirë që pas ka qëllu dhe sadria këto. Po mirë, se dhe neve në kanë që fjallë. E na, për që atje kem nisë. Po ma e mëtë që për mirë është kjo punë. Atëherë pra nuk po hupëm kohë, po shkojmë. Veç po menoj që nuk është mirë me shku tonë bashkë, se vina në sy. Andi shka, Isuf, esti, vetëm më so ma larkë për njëve. Se mua me metin edhe me na po nuk dyshojnë. A i bim në kënej. Pi bim në Po. Unë po menoj që ky djali është të morë me diçka tjetër. Detyra jam është as po luhet gjithçysh, ama gjithçysh. Vidi. Deshko, nuk po di kush po je, ama ka gjamati po qotu silsan. Jo Margate, po e një më mirë se ka pak. Boga mi ti nuk po dukesh ka argat. Nese, ti po di ma mirë. Apo më në mjë mësua zanotin në fëmive katun. Pa i po më në ka pak. Apo mësoni zanotin, a edhe diçka tjetër. Pa nuk keni s'ka tjetër me mësu. Ma heret une po zateti Ramën. Po vaci Ram na pjen ka njerë buk, se na jena me shkuje nuk pja kim fërë zanot me gatu. Desa edhe nuk po kem shumë pun, e këgja lekshim vej para. Ramo po thot, une nuk po di që po rrinë ata shumë të shpia Fazlis. Ama ata nuk po din me dollë për aty. Nuk po më vërmeja që jem fjallë të vaci Ram. Apo menon që ky Novica po rem ty? Ramo po thot, nuk po di as qa po bojnë ata dy të shpia Fazlis. Ama ti mos ja thuj Ramas kur gjë. Edhe ti, edhe Baceram e dini mirë që po pojnë. Stushe dhe shko, une po marrë vesh që edhe po vizatën ti. Po, di ka pak me zatu. Edhe ratë këtë din. Vesh me vizatue edhe diçka tjetër. Nuk po e di qka diçka tjetër. Nëse pagun edhe ty më e vizatu. Po këshirëm na i di tjetër, ama Rama po ka dyshim të ju. Nuk po di qa po bëni të shpia Fazlia. Hajde dita mira. Diçka këtë dreqja pas ka njerën. Ani më ne keme më zirë fjallë. Të lujtë me emnin e pasit Ram. Puh! Ty shëq, nuk të pas në po as një herë këto në hantani. Ja pa në gjipëm dokesh. Nuk jem fort i lartë, ama nuk jem po asë herë kësa jone. Ane, qka po thuhen anejt e juve? Po që kanë me thonë, Ramizi me kacakt e ti ja kanë sëp morë atë ratkut. Po thua. Po që bese e zutit. Po të djollë, a u po gati sa të ardhë? Po gati. E faleminderes. Pare nuk i kam vallahi vës t'i bima sa nej, e horsin për marverësi. Qysh marverësi? Pse në kanë zëve në fillim? Ty bënu habita të vull me këtë burën dhe botë bërë mirë për ta. A nuk për një, ha? Kjo është poslanik Gjaferi. A ti ja?
Pasha një zët, bati ta kom një zonin, e bashkë mu bo cefi si pova. O fajk, sa pore i bëhet taq? 1000 dinar. E di që nuk janë pak, ama me emër të Zotit nuk i vanej. Me dhe fajk. E ty, kur ti shak Zoti, mi pjem. Jep Zotit dhash belejsen, se më shliruve, ditën e mirë gomsh. Gjafer? O, Gjafer! Po të mërit? Ashtë e Gjaferi aty. Jo, baba, po Gjafer nuk është këto. Qfar babe mëre ju ato? Qa është të bre po të mërit? Kalzoj kësoj se s'po marrë vesh. Baba ju nuk është basi Gjafer. Thani e që shtani, se në qa shtu kam i thonë. Feride, gabim e ki. Baba ju është beka. Apo e nin? Baba ju n'ka dek. Ajo është në varë. Jo, valla nuk është në vërë e ty hiqë. Qysh the, po të mërit? Qysh the? Baba nuk në varë heqa? Nuk e di mëre ku është. Unë kujtova që Gjaferi këtu se po tha pun me thonë. Qysh the, po të mërit? Për qëfar vori? Ai nuk është atë veç. Ma një po janë shka po kull vetë me vete. Hajde, bobale. Shtaj më novo. Kemi informacione që këto onë do t'i vizitoj një delegat. Çfarë delegati? Poslanika? Jo, i ashtu quajturi delegat i Komitetit Kombëtar për Mbrojtjen e Kosovës. Vidi. Kjo është e patolerueshme. Gjithçysh do të me pengu ardhjen e tij, ose me arrestu. Mobilizoj me njerë forcat e xandarmerisë. Si urdhra, komander. Edhe unë do të vinë aksion. Po, a dite me kanë kish me u taku? Si pas informata, ai do takohet me kaçak edhe me disa krend për zgjedhjen shqiptarëve. Atëherë shumë mirë. Do t'i zomë rob ose do t'i vrosim gjithë bashkë. Ata me siguri nuk e presin një aksion prej neve. Pra, unë po merrem me përgatitjet. Pret ora me zbandite bashkë me atë delegatin. Dhe tash ke pos pu veç me pilica. Pret e tash lohën e në ratko. E bërë që më ka shliru, Zoti më se hup të shalë. Kush ke aj që t'ka shliru o dashamir? Që besa nuk me dija sënë kush është ai, po ma pagujt i harcin se kesh mushtu fort. E ditën e mirë se pe që i sta harë se shpija. Inshallah së kon Gjaferi, se ka me dal dardh me bisht. Sa kryte ngrite kish ky baba et. Baba jam a burrët. Kom pas kallzone. Sa t'ka bërtit në sena? Jo bot bërte ty se mu i vjen keq. Po, qka dishta me thonë miku lafi. Për babën dhe. Jo beske lafi të baba, po... Nejse, sovjetikite, se kur s'kom vetë. Ta shikon 18. Pse? Mashallah, ka gjadoj pas ke bo. E më i bi, kur i kom pasën e 18, jam kone martu me. Qka po i bjen kjo i dada hyll?
Kur gjo më i vish lat po bojmë, e dojnë najna fak e hajrit, e veni mirë, pse ju? Po bojmë me tik se nuk e gjanë ma. Qere Dodë, ta shtyt kam vend nanës, e nuk du me menuk së sene për mu. Hale herët është për mu, unë nuk du mu martu. Se merë nga zemre, se na vish lat po bojna, mos të tëtë për kitë punë. Hajde Hamit! Qafer, shqyqyr që gjitha se po hupë dhe ti ka njerë Frek, berja një kofe pe me i këti Hamitit. Ma mirë thuj të dzirë. Ma je vejtë mbërbur. Pse? Qka ka po bëki? Po i bitë truk muhabetit. Gjafer do me ta la burqin. Mu kry kjo farpune, kesh edhe në shpi për nuk gjitha aty. Nuk i nevoj më guto, Hamit. Besa më gut edhe fort. Se që shja ke nis ti, do më shku edhe shpia me gjitha bërë. Po qka të merën pas kështu? Nga këtu, masi nuk e dashte paret, do me thallë tukën për bërç. Dje jem ka të livallet, i kom ullë hojt, edhe ta kom da pjesën tome. Hane, Hamit. Une nuk e kam nërmen me ta prishti. Amo t'i shka është të më qotit fort. Pse pithu livallet tukës punume? Unë e kum da menën me ta dha livallen atje në kodër. Për e shumë kush nuk e ka. Bile ta kum da edhe ma tepër se që e ke lyp. Aha. E jo, Hamit. Atë par livalli atje, më ma dhënë krejt nuk ta marë. Se bashkë nuk unë vinë kur gjë. Qysh? Ja, aty du rrit në era fort. Le borgjit që është të mjere. Ama livalli nuk ta du. Gjafer, ma mërë burë mos ma shtërnoj lakën fyth. Po nuk e di Hamit pse e ke morë me ka shëgjili. Une nuk jam të t'gut kur gjo. Pse bra Hamit ti po quësh e po në kryen veti pa bollaf me mu. Pije kofen. Se unë e po dalë. I kom edhe 100 punë tjera me kry. Informacioni që janë ka i sakt. Krejt po i shoh. Po ndo këtë edhe Zoti është me neve, se po afrohet një mjegull e madhe, e ne afrohemi ma let edhe i godasim. Ne jemi gati, gospodin. Ama urdhni është mos me i pengu rrugës. Na po lojmë për shtypje që nuk dim kur gjë çka është ka ndodhë. Do i zbatoj urdhnat, komandir. Shumë bukur. Edhe bobonin e kum qute Novica me u koordinu me ta. Ata prej fshatit e na prej jashtë do t'i rrethojmë edhe do t'i shtëngojmë si me dona. Derisa t'i kapum si lepojt. A po shko?
Qysh më do këtë ke ide? Para mendoje, të e kop une atra me zbanditin për veshe. Ty po taloha delegatin. Plan i shkëlqyer, gospodin. Mos më bë qefin këtë ku nuk e beson as ti bashka. Po e shoh këto në syt edhe në fytyrën tome. Mehmet, Po, sa dre? kjo ardhe delegatit për mashtën një mytin që jena në udhë të mirë për qëllimin e luftës tonë. Po, besa sa dre. E na as nuk guxojmë më nal, e as më kthy mas. Bile bashkë po du me di qa ka me na thonaj. E unë po menoj që kjo kogja ka me dhim të ratkët. Mërë po që dit na qysh nuk i po më kërkun deri stash. Me ta mor menja nuk ka një kur gjë që vjen ai delegati, se pa e kallzu vetën dyqysh nuk e këshin lanë. Po get që ja ka hub fijen kretë ramizi ratkët. Vallai mërë sa dre, mjegull ja ka bo. Bashkë sikur që kjo mjegulla e sodit. Po, që tu diku ne këna lonë mu zatet me Jusufin. Po që tu e këna lonë mu zatet me ton, po aja ka mojt marrë rëtull e vërnëhet. Po e që më pak po dollëm që ne, nështë vjen. Mal, hajde djallë jam. S'pas na një heq? Nuk është baciron këtu, a? Ju, vallaj, ju doll. Se qka bo, mal? Qa ki djallë jam, a i pa qefa? Jo, do dje. Jo. Mas ka e në kush? Dodë. Në të vej diçka. Po? Veç. Po është fajikun që kime më kallëzu drejt. Pasha fajikun, po qka din doda? Qa u bo, mal? A është po em që të varros është. Kallëzëm dodë. Që aty ku shkën e flas. E korpi i molli. Po ka dollën të fjallë, bre birë. Kush t'i tha? Dodë. Mos vetë, maga. A është? As është. O pasha ty. E pasha fajikun tem. Me sa din doda, beka trupin qatë vërre ko. Doda ja. E di që ty më ka të ndrejt, po... Që qështë me vetë bacin ronë. Mal. Une nuk e di as qka ke një tim, as qka ko ka bo. Veç besoj dodës tone, se që të fjallë që si thash, sa hijan. Doda ja. Ty për besej. Veç, e di që tonë janë të më shifë diçka për meje. Diçka që unë nuk duhet me ditë. E tako, babani. Slušaj me dobro. Shko dhe krye punën qysh dohet. Gjithsesi në vic, gjithsesi.
Tash është çdo gjë e planifikuar shumë mirë. Apo je i sigurt ato që ma the? Po, ai delegati sot vjen qetën e Ramizit. Sigurisht më dhon për krahje dhe motivim. Mos po na dëgjon me Mehmeti, se jem afër shtëpisë ti. Ne. Po rrim pa merak se kompone të dol për shtëpisë me Mehmetit me gjithë Sadrin. Sigurisht ata po shkojnë atje. Po shumë mirë. Krejt zësht grumbull me një qerdhe. Kjo është edhe ma e lehtë për neve. More, një farë plane e pas kanë këto, po? Novic, ti tash vëzhgo kënej ka katuni, edhe për çdo gjatë dyshimt na njefta neve. As mos dysho, miku jem. Mjeshtër, apo shkona? Pa shkoj dhe ditë Asman, mo vjapet. E di sa e nevojli për pare. E di edhe muj me marrë me men sa fiton ti me shorë me cekis. A më në kofë se dënë, kome ta zjetë një punë të mirë që besa edhe fitimi është i mirë. Po më res që të është zanatit tem se ja. Ja më res farë zanatit tënë. Ka punë edhe matë mira e matë leta. E s'ka nevoj as për shorë, as për cekis. Dë me thonë, pa u lodhë hiç, pa plon, a? E bash vala. E më ke përqyë si njeri pesit kum po. Që ata për të thëmu në ty. Se nuk ja besoj gjithë kujë në këtë punë. Se besa i edhe i besu shumë, edhe në popull. Asman, sot jam i pangeshëm. Plasim një ditë tjetër. Në kofë se dënë, mund është mi anis pes ti dakiku, meher. U prete Asman prete, me dakika. A mon një nuk mujta me ditë. Qka ka ajo punë? Krejt ka laj. Ty të bje me najt edhe me punu me popull. Vesh kime më kalëzu muet s'ka njën e sa flasin halku për muet, une ty paret. Falmirës Asman. Kur nuk më ka shku mene që me në t'i ka shmirë për muë. Edhe ka punë e ka dhajshme. O, vesh ngos monë këtis, se ty me të bjekes. Ti e me i ra fukar Allah kur shkelëm. Ti mu e lafet, unë e ty paret. Edhe kaqës. O bo, Asman. Hajde, Burki, hajde. Se vallahi këto ku, veç kënejna pasivësh. E po, kur ata që do të me kry punë, nuk janë sot, po do e tone. Jem konë të rotko. Kur farë plani s'ke shiq? Jem zatet edhe në me ta. Kërejt të ftufa, kur e nisha që fëllë. Ama unë e përmenoj, që aty do të me konë dikush që ko plane, ko trimni, ko taktik. Gjafer, nuk jetja që vendus, kush me konë atë. Po, kush po menën që mundet me konë atë. Po dikush si ti, Burgi. Ti ke kry punë edhe ma të zëshme. Aty në kancelari, jo dele dhe ma letë. Nuk më pas ka shku menja. E pra, për ty, me nën miku e Gjaferi. Po slanik Gjaferi. Të rrit mera, Burgi. Erdhë mjeshtri.
Hajde bërë mjeshtër se kogjani se mu bo maraku, nove. Zateta me Osmanin e me Murdova. Me Osmanin. E s'ka tha i gëzum. E s'ka thaj. Hajde ecim ju kallëzaj. Ali, ka full muja shumë për ty. E dim sa ka bua kia dhe në familje tonë. Pra, kip se me luftu këta qena. Neve kime na pos vend familjes tonë. Si vlozën. Se cili për neve këtu e kena pos gatit njëtin pacistim. Me shkur nuk kena kështu. Faleminderit vllazën. Jeta jam i kohë të fal kapetanit e kësaj tuke. Hajde baban, shtaj manova. Komandir, ata mblodhën krejt. Pra, gjithë janë bashkë. Kush ata? Ja ashtu quajtur delegat, Ramizi, Muja, i posh me Dylbi, edhe janë krejtësisht qitë. Atëherë pra, po shkoj me pirë rëthujmë. Ose po i nëzomë rëbë, ose po i vrasim gjithë. Fort kisha dosht me nëzonë rëba delegatin. E përfundimisht me janë ndërprejnë gjysht misionin e ti. Hajde momci, ide ma. Muje. Burra, mirë se keni orën të malje. Tu ku e kanë venin Shqipet, e pe ku gjithmonë ka nis mandata për anë miqton. Këtu mas pari e rrokin rrezët e dilit edhe me rrudhë rrezë e lirisë. Faleminderit të delegati komitetit që i ke botën këtë ullë me bo bashkë me neve. Kretë këta burra e në bon syje vesh me të një që ki me thonë. Të rritnjera muj për këtë fjallë që më dalin për zemre. U dhe em për marrë këtu, o shumë pak me krahasu me ato që a keni bo dhe për e bani ju për dit. Keni të fale për i komitetit kombëtar për mbrojtjen e Kosovës, ju lumë pushka, besa halal të rimni Ramizit për vrasjen e qetnikut Zhivko. E halal pushka që se keni nalë kur kundër amikut tonë. Delegat, zemra mal për mbonhet që pësën mesin tonë. Tash, edhe pushka këty në trima nuk është vetëm. është bo bashkë me dijen e juj. Tash bota ka me marrë vesh se kjo të kozët. Po, që shikina punët. Pushka Ramizit me shok nuk është një veç ditëna në Shkodër, po edhe në Beograd, të Krojli, besa edhe në për kancelarit të krejtë Evropës. Po Evropi, qka po thët? Francuzi, Inglizi, Nemci, qa po thujnë ata? Ju e dini ma mirë se i knërni edhe në për gazeta. A kena na i mik të fort, o delegat? A kena na i mik këso jone? Ose këso jone? Se na o delegat jena sikuraj fëmija jetim. Se nana Shqipni i ka halët edhe dertet e veta. Ajo veç fjallëve nuk mundet ma shumë në animu. E në kofë se nuk e kena na i mik të fort, kam dro se nuk mujna mi adol vetën. I kena do me që Mehmet, i kena. Ama do të me di që edhe krali ka meq. Po na nuk ban me u likështu as me na luftën tonë. Se liria nuk pik për qiellit. Aja fitohet me lodhje, djers edhe gjak.
Edhe na jena të punue ditë e natë. Që krahas pushkës, me përhap edhe dijen e shkollën. Kena gjetë përkrahjen edhe peramizit, edhe prej popullit. Pra, luftin jena të bëu në disa drejtime, me vullnet edhe me guxim. Ju lumë të burra, ta dini që fort po gëzona që po jeni këto fjalë për juve. E kam dhënë porosi prej Komitetit Kombëtar për Mbrojtjen e Kosovës. Duhet me u koordinu edhe me u bashku të na qetet me pas veç një komandë. Me luftu për një qëllim të përbashkët. Pa e natë e pa ndasit krajinave. Sepse vetëm të bashkum jemi më të fortë. E besa mujna me fol edhe më kallaj para botës. Se lufta jonë është veç për liri edhe asgjë tjetër. Boshko, merre një xhanar e dela në Kaldedina, po i rrethojmë, e unë po vi knej. Sërdar, komandir. Burra, unë ngëva me rëndë se cilin për juve. Delegatet ju rrit nera që është gjitë kaq nalt, me unë njoftu me halët edhe punë tëna. Unë veç muna mirë siguru se Ramizi me qetën e vetë nuk këmenon luftën deri në frymën e fundit. Deri sa ta përzonën qizmin e shkallë për këtu. Po edhe muna mirë siguru se cilin për juve, po edhe komitetin, se unë jam i gatshëm me vo bashk me krejt ata që qëllim të vetëm e kanë çlirimin e vatanit. Për këtë punë, unë jam i gatshëm kur do që jetë në therne. Armiku jam, po është veç ai që ma shkel vatanin e ma me lirin. Kërkush tjetër. Burra, po ju njoftoj se na, si komitet, kena mujt me siguru një sasi të madhe të fishekve edhe të armëve. T'lumë të goja, delegat. Sot në ka dhonë habiret gëzume. Tash është koha me ecë, se kam e i taku edhe shqita tjera. Pra, e kam edhe këtë do ullë me po. Sonte, hajde në temë. Kur më në rumë nuk isha një. E njësën sabah të përcilëm. Muj? Na pas kam përcilë ka në ardhë. Su bani marak se s'na kanë zonë pa përgaditja. Hajde Vovan, që ka ndodhe? Jena ronë prit, komande. Nuk e kena prit jesh. Wow, gjuni, djem gjuni. Vesh më qani fishek poshtë, vesh mish. Nuk e kena nërmen milon me kalu këne, jo u, kërri pa marak. Bomqi, tërhish qëni. Nuk kemi shans me po sukses. Ajde në zënë. E, mati ju kom prit me jo pas para pushkës ta me mërë bitë shkines. Lozën, ka nis me ik. Ajkun, oj ajkun. Po edhe non se mrana jam. Ku është Dalina? Se që ka bova ki tash? Unë i të ndo krismatja të malje.
O qysh janë, Mehmetin, hile. Allah hile mës njëllë tërës. Qa janë këtu fjallë? Morja ja hyla në kalzoj që kishin dash me vra Mehmetin. Unë e sen s'kum dit. Ja, a i mu kur gjë s'm kalzën. Po mirë ta bën baba që ty s'të kalzën kur gjë. Veç keqmena. Edhe ajo hyla nuk për e ke kur gjë pa i morë vesh. Muj vlla, ndorë zotit ti bashkë me shokët e tu. Hajde uri me Ratko. Inshallah po ki sukses. Se po kam i kohën e fundit, veç dështime ke pos. Auk, ko për një. Hajde muj, kur ma mirë së kom. Quri shikën si qenë. O, mos ikni atë trimave! Po m'duket, unë alën krismat. Ju lumë për organizimin. Halal, kapetan. Po që shëmur të vesh që kanë me në rrethu. Mehmet, edhe kësi heri Dalina. Aja është krohu ju një djathë. Dalin, qobu. Ma murmenja që i halon ka tonë. Mora vesh që ratë ku kish informata që përvike një delegat prej komitetit. Atje të qita. Kusht ka zëjti? I kam një të folë në vicën me një oficir, të oborri ti. Falëshin për mjë sulmu. Jo, halal kurt me burnesh, po shkoj në shpejt e qita për ju kalzaj. Zoti ju rujtë. Trimnesha e babes. Burra, ecëm se dhe gjanar të largun po m'duket. Turp! Dështim total! Komandir, ata ishin shumë, ma shumë se që kena kujtuna, edhe na kanë gjumë mrapa shpinës. Kur je prej kacak, ata doken me qindra. Dikush është të bashkëpunu me ta. Nuk o si shpjeguhet ndryshe kja. Qush mujten me dit ata për aksionin tënë. Edhe onën ka kena mi sulmu. Si do qoftë, fala Bogu që pështum. Kena mujt me lon kryt atje. Ide ma. Hajde, Ron. Hajde shola. A ne molet unin kogja do krisma. Rob? Qatë miren ki? Ron. Qysh e den edhe ti vetë, na e kemi veç atë blatë. Po, veç fa i kun zote i rujt ato. Pse? Du me të përbej diqka. Për hirtë zotit kalzëm drejt. Edhe në po ta japi besën, kuf se di, ka me të kalzu. Mali ke më herët të na. Moli? Qa doshli? Rëzët e shpirtin më ka këputur. Halon nuk po më i me orë në veti, pit vetë në stina. Hajde falmo? Po është zotin kalzëm drejt. Beka. A o trupit inë që të fa. Qysh? Beka?
Qashtu më tha Moli. Qështu po të veti jone? Mos e përmend diçka bacin bej. Valloj bre, e kom pa një syret që kishë zatuva i djali që me mirë besimi. Bëjsh e bej, vet baci bej kështë. Hajni qika janë. Qka bone të sëtë? Kur gjo, a me po mërzit na për Molin. Pse, qka ka Moli? Nuk e di asun pa më Gjafer. Pesu pas plagus nuk është mirë diçka. Mirë, ja mirë. Nuk e kam pi plagës të plumit, po pi diçka tjetër. Hajde, pro, man. Kalzona qka po të mënën. Bac, me dvej diçka. Ama mos ju jep fjallëve lak. Kalzon drejt. Fol, man. Do është me dvejt. A është bobe në qatë varë, a nuk është.